Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndafa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 shkopin, 8 shpatat, mbretëresha e shpatave, 7 monedhat. Në planin personal, java nis me 9 shkopinjt, kartën e luftëtarit të lodhur. Kjo është energjia e dikujt që ka kaluar shumë sprova dhe që tani po ecën me kujdes. Ju mund të ndiheni sikur keni qenë ose sikur jeni vazhdimisht në gatishmëri, sikur një pjesë e juaj ja pret gjithmonë sfidën tjetër. Kjo kartë nuk flet për dobësi, përkundrazi, ajo tregon forcë, por edhe lodhje njëkohësisht. Më pas shfaqet 8 shpatat. Kjo kartë tregon se një pjesë e barrës që mbani mund të jetë mendore, mund të keni frikë nga skenar ose shqetësime që ju bëjnë të ndiheni të kufizuar. Jo sepse nuk ka rrugdalje, por sepse mendja është fokusuar më shumë te pengesat sesa te mundësitë. Më pas shfaqet mbretëresha e shpatave. Kjo është karta që sjell kthesën, sepse mbretëresha e shpatave nuk toleron vetë mashtrimin. Mbretëresha e shpatave kërkon të shihni gjërat siç janë dhe jo siç dëshironi ju të jenë. Në fund kemi 7 monedhat. Kjo kartë tregon se ju jeni në një fazë ku po prisni rezultatet e përpjekjeve tuaja. Ose po analizoni me qetësi nëse ja vlen të investoni energjinë, parat, kohën, apo dashurinë tuaj ndaj dikujt apo ndaj diçkaje. Pra, jo thjesht pritje pasive, por një periudhë ku vëzhgoni progresin dhe vendosni çfarë meriton të vazhdoj të marrë kohën dhe përkushtimin tuaj. Kartat këshillojnë të mos i trajtoni mendimet tuaja si fakte, sepse jo çdo frikë është një paralajmërim. Disa mund të jenë thjesht jehone plagëve të vjetra. Kalojmë në familje. Në familje kemi 3 shpatat, vdekja, perandori, njeriu i varur. Në familje kemi një sferë shumë emocionale, sepse 3 shpatat zakonisht flet për lëndim, flet për zhgënjim ose distancë emocionale. Nuk do të thotë me patjetër konflikt aktual. Mund të jetë edhe një plagë e vjetër që ende mund të ndikojë në dinamikat familjare. Më pas shfaqet karta e vdekjes. Vdekja është një kartë shumë e fuqishme sepse tregon fundin e një kapitulli. Mund të jetë fundi i një mënyre komunikimi, fundi i një tensioni të vjetër ose fundi i një situate që ka zgjatur më shumë se ç'duhej. Por ajo që është interesante është se pas vdekjes nuk ka kaos, sepse shfaqet perandori. Perandori sjell strukturë, përgjegjësi dhe stabilitet. Dhe kjo më bën të mendoj se familja po kalon nga një periudhë emocionale drejt një periudhe më të organizuar dhe më të pjekur. Njeriu i varur në fund tregon se ky proces nuk do të ndodhë menjëherë, sepse ka nevojë për kohë, ka nevojë për durim dhe ndoshta për të parë situatën nga një kënd vështrimi i ri. Pra diçka e vjetër po mbaron që të krijohet një strukturë më e fortë. Nuk më japin ndjesinë e kaosit, përkundrazi. Më japin ndjesinë e një rindërtimi pas një periudhe të vështirë. Për disa nga ju ndoshta një figurë atërore, ose bashkëshort, ose gjysh, ose kushdo që mund të jetë. Nënkuptohet se marrëdhënia me të po kalon një ndryshim të madh, me synimin për të sjellë më shumë stabilitet dhe strukturë në familje. Edhe pse mua më jep ndjesinë se ky ndryshim nuk është ende i përfunduar. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimin. Ndonjëherë shërimi fillon
pikërisht aty ku përfundon ajo që nuk funksiononte më. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 7 shkopinj, faqja e shkopinjve, 2 monedhat, asi i kupave. Në dashuri, dashuria duket se fillon me zemër të mbrojtur. 7 shkopinjt tregon se dikush ndihet i ose e sfiduar dhe po mbron territorin emocional. Ka ndjenja, por ka edhe kujdes. Kjo nuk është energjia e dikujt që hidhet me njëherë në një histori apo që hidhet me njëherë në ndjenja. Është energjia e dikujt që dëshiron të sigurohet para se të hapet. Më pas, shfaqet faqja e shkopinjve dhe kjo kartë sjell kureshtje, flirt, mesazhe, lëvizje dhe një frym më të lehtë. Është sikur pas një periudhe pak të trazuar, lëshohet një shkëndi dhe mund të lindë dëshira për komunikim dhe afrim për disa nga ju. Më pas shfaqet karta me 2 monedhat dhe kjo kartë tregon luhatje. Ndoshta mund të jeni duke peshuar mundësitë, duke balancuar përgjegjësitë ose duke u përpjekur të kuptoni drejtimin e duhur që duhet të merrni. Por fundi është shumë i bukur sepse kemi asin e kupave, që është një nga kartat më pozitive në dashuri. Asi i kupave flet për hapje zemre, ndjenja të pastra dhe mundësinë që emocione të reja të rrjedhin. Duket se pas një periudhe me mbrojtje dhe pasiguri, zemra më në fund po fillon të hapet ndaj dikujt ekzistues ose ndaj një personi krejt të ri për disa nga ju. Ka ende hezitime, por energjia po lëviz drejt afërsisë dhe jo drejt largimit. Pra në dashuri nuk është se flitet për siguri absolute, por për guximin për të mos qëndruar më të mbyllur. Kartat këshillojnë se zemra ka nevojë për mbrojtje, por ka nevojë edhe për hapësirë që të dashurojë. Kalojmë në punë. Në punë kemi kalorësi i shpatave, mbreti i kupave, mbreti i shpatave, 4 shkopinjt. Në punë, kalorësi i shpatave tregon veprim, shpejtësi dhe vendosmëri. Gjërat mund të ecin më shpejt se zakonisht ose mund të kërkojnë reagime të menjëhershme. Për disa mund të ketë edhe debate, që mund të jenë fjalë të nxituara. Mbreti i kupave sjell pjekuri emocionale. Ju ose dikush me ndikim duket se po ruan qetësinë edhe kur ka presion. Mbreti i shpatave sjell logjik, autoritet dhe vendime të qarta. Dhe në fund kemi 4 shkopinj, që është një kartë shumë pozitive që flet për stabilitet, sukses, arritje ose një arsye për të festuar. Duket se mund të ndërtohet një bazë e fortë, përpjekjet mund të organizohen më mirë dhe kjo mund të sjellë një rezultat që ju jep ndjenjën e sigurisë dhe përmbushjes. Kartat këshillojnë të veproni me vendosmëri, por duhet të ruani qetësinë. Kombinimi i mendjes së kthjellët dhe emocioneve të balancuara mund të jetë çelësi për suksesin tuaj. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi dhimbje. Kjo kartë tregon se një dhimbje ose një zhgënjim po shkon drejt shërimit dhe zgjidhjes. Ajo që dikur ka lënduar, po ju ndihmon të shihni më qartë të vërtetën, të gjeni paqe dhe të riktheni ekuilibrin në jetën tuaj. Paqim.